Gjithashtu edhe varret e pejgamberëve, do të thënë nuk janë vend për adhurim. Megjithëse varri asnjërit prej pejgamberëve, përveç Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra, çdo kush që pretendon se e di, do të thënë çdo kush që pretendon se në një vend caktuar është varri i filan pejgamberit, të gjitha ato janë pa bazë, nuk kanë argument. Përveç ajo që ka argument është varri i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dihet, do të thënë ku është. Edhe gjithashtu kanë përmendur prej sahabeve, as kujt nuk i dihet ku është varri përveç Abu Bekrit dhe Omerit radhiyallahu anhuma. Do të thënë varri Ebu Ejub el-Ansarit, që pretendojnë se është në Istanbul, nuk është e vërtetë. Nuk ka argument se ai është vendi ku është varrosur Ebu Ejub el-Ansari radhiyallahu anhu. E vërtetë është se është varrosur jashtë mureve të Konstantinopolës. Për këtë ka argument, po cili është ai vend, nuk ekziston argument. Prandaj atë që kanë bërë, që është idhull, që adhurohet në Istanbul, njëherë nuk është e saktë se është varr i këtij njeriu të mirë, sahabiut të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por ajo që është e ligjshme në lidhje me varret e njerëzve të mirë, besimtarëve dhe pejgamberëve, cila është e ligjshme kur i viziton, mi dhon selam, edhe lutja për ta. Kjo është ti lutesh Allahut subhanahu wa taala për ta, që Allahu t'i mëshirojë edhe t'ua ngrej gradët në xhennet. Edhe asesi nuk është e ligjshme që të bëhet ndonjë adhurim aty, do të thonë të bëhet namaz aty ose leximi i Kuranit e kështu me radhë. Kjo më e pakta, do të thonë është bidat, është haram në Islam. Pastaj tjetra, nëse i drejtohet lutja dhe adhurimi atij të varrosurit, atëherë është dalje prej Islamit, është shirk. Edhe këtë çështje e kam dëgjuar gjithashtu këtë person besimlumën duke promovuar. Edhe ka thënë se, do të thënë ai vend duhet vizitohet, edhe kurse këta vehabit çka kanë dashur aty ta bëjnë varrin e Ebu Ejub el-Ansarit, do të thënë autoban ose ashtu thotë ai. Kjo njëherë tham nuk është e vërtetë se ai është varri i Ebu Ejub el-Ansarit, por edhe nëse është, do të thënë ai është një prej besimtarëve. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar çka duhet veprohet te varret. Ka thonë ti vizitojmë varret për ta përkujtuar vdekjen. Edhe për të lutur për ata të vdekurit. Se të vdekurit në varre kanë nevojë për lutjen e të gjallëve. Dhe të gjallët nuk kanë nevojë të luten të vdekurve. Se, do të thonë, nuk mund të përgjigjen. Dhe Allahu subhanahu wa taala e ka përmendur në Kur'an si argument se nuk lejohet lutja ndaj tyre sepse janë të vdekur. Do të thonë ky është argument. Ata janë amwatun ghayru ahya. Do të thonë ata janë të vdekur, idhujt dhe secilin që adhurojnë përveç Allahut, janë të vdekur. Si ka mundësi ti lutesh atyre? Ka disa që argumentojnë me ajetin se shahidët janë të gjallë. Edhe thonë këta nuk janë të vdekur, atëherë bën t'i lutemi. Mirpo, ky ajet thot bel ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Do të thonë ata janë gjallë te Zoti i tyre dhe furnizohen. Nuk ka thënë se ata furnizojnë ose i përgjigjen lutjeve, por ata janë gjallë të nderuar te Allahu subhanahu wa ta'ala.